është këtu. Hey, Jimbei! Faleminderit për gjithçka, mik! Çfarë thua? Jam unë ai që duhet të të falenderoj ty. Eja, nicemi. Në Impel Down, unë të kisha kërkuar të më jepje një vend ku të mbaroja jetën time me nder. Përkundra si mbijetova pavarësisht gjithçkaje. Të kërkoj ndjes ty. E po ta thash një herë. Mjaft me këto diskutime, pra. Po të mos kishe qenë ti, nuk do të kisha mundur kur të arrija në shtabin qendror të marinës. Ngrije sy tani dhe më shiko. E ke fundit ke të drejtë. Dhe ku i dihet, ndoshta një ditë në të ardhmen do të ke mundësi të të ndihmoj edhe një herë tjetër. Prandaj le të takohemi në ishullin e njerëzve pesh pas 2 vjetësh. Do ta kem për kënaqësi të të takoj ty dhe shokët e tu të udhëtimit. Po! Miru pafshim, Jimbei! Miru pafshim! Raber, gëzojmë shumë që je shëruar kaq shpejt. Duart e tua, buzëqeshja jote, çdo gjesti yti i vogël i thjesht, gjithçka e jote më bën që të më rrasë zemra shumë, shumë fort. Në të çast edhe mund të vdes nga takikardia. Brava Koko. Çfarë ke enko, nuk ndjehesh mirë ti? Jo, jam shumë mirë. Duhet të shkojmë patjetër drejt e te kampi i stërvitjes. A mund të japësh urdhër që të rrotullohet me një herania? Po, sigurisht. Vajza, na çoni te kishulli i Ruzukajna. Si urdhëron princesha Gjarpër. Ky ishull është një vend ideal. Mendoni që njihet edhe si ishulli i 48 stinëve, sepse ndryshon stinën një herë në javë. Kështu qenka, sa bukur! Më dëgjoj, Raber. Unë do të kthehem këtu çdo ditë për të sjellë ushqime vetëm për ty. Do të të përgatis vakte të mrekullueshme me duar